Kryetari i Gjykatës Supreme Jovo Vangelovski sot refuzoi që para kamerave të japë përgjigje në pyetjet në lidhje me heqjen e masës së paraburgimit për biznesmenin Seat Koçan. Vangelovski nuk deshi të thotë nëse është bërë presion nga anëtarët e VMRO-DPMNE-s për të marrë një vendim të tillë dhe nëse me këtë vendim ai ka keq përdorur pozitën e tij zyrtare. Këshilli i prokurorëve publik sot për herë të dytë e shtiu seancën për shpalljen e lajmërimit për zgjedhjen e shefit të Prokurorisë Publike në Shkup, pas përfundimit të mandatit të prokurores Gordana Geshkovska. Kryetari Petar Anevski nuk i bëri të ditur arsyet, por tha se nuk ekzistojnë pengesa që zgjedhja të bëhet edhe 6 muaj pas publikimit të shpalljes. Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale sot informoi se sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, mandati i këshilltarëve ka përfunduar më 24 mars të vitit 2017 dhe të gjitha vendimet e marra pas kësaj date janë anuluar dhe nuk janë në fuqi. Sa i përket kryetarëve të komunave, thuhet se ato po kryejnë funksion teknik dhe komuna nuk duhet të ndërpresë funksionimin e tyre.